Arben Froku do të qëndrojë përjetë në burg për vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj, një ngjarje e bujshme e vitit 2013. Gjykata kushtetuese la në fuqi vendimin e gjykatës së lartë, pasi rrezoi një ankim të biznesmenit për prishjen e dënimit me pretendime për shkelje të drejtave gjatë procesit gjyqësor. Çështja u rihap dhe u shqyrtua brenda ditës në gjykatën kushtetuese, mbi bazë të një rekomandimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Në seancë, gjyqtarët shqyrtuan mbi bazë dokumentesh pretendimet e Arben Frokut, i cili kërkonte shfuqëzimin e vendimeve që e kishin dënuar me burgim të përjetshëm dhe rigjykimin e çështjes nga gjykata kompetente, por me një trup tjetër gjykues. Në përfundim, anëtarët e gjykatës kushtetuese rrëzuan të gjitha kërkesat dhe pretendimet e Arben Frokut, duke lënë në fuqi vendimin që e dënon me burgim përjet. Kryekomisari Dritan Lamaj u ekzekutua me 14 plumba më 24 shkurt 2013, ndërsa Arben Froku, sipas dosjes hetimore të KOS, u identifikua si autori i dyshuar mbi bazë të gjurmëve të gishtave. Në gjykatën e shkallës së parë të krimeve të rënda, Arben Froku u shpalli pafajshëm më 3 prill 2015, pa i u dënua në apel më 29 shtator 2015. Para vendimit, Arben Froku ishte larguar nga vendi dhe u arrestua në Holland në prill 2016, ku jetonte me identitet të falsifikuar, nga ku më pas u ekstradua për të vijuar dënimin. Betejë në institucionet e drejtësisë për këtë çështje ka vazhduar për vite me radhë, ndërsa vendimi i gjykatës kushtetuese vulos përfundimisht dënimin me burg të përjetshëm.